Altin Lala e ka vlerësuar kombëtaren si një nga skuadrat më të mira, duke i dhënë padyshim merita trajnerit Silvinho, por gjithashtu dhe Edi Rejos. Në një intervistë për Panorama Sport, ish mesfushori kombëtares ka dhënë dhe këshillat e tij për të pasur një skuadër ndoshta edhe më të fortë, teksa ka analizuar paraqitjet e ekipit. Altin si e vlerëson paraqitjen e kombëtares në kualifikueset e botrorit, duke parë edhe renditjen. Tani të them të drejtën, duke parë grupin që ne kishim, ku Anglia është absolutisht një prej skuadrave më të forta të botës dhe Serbia pastaj si rival, po themi jo vetëm nga ana sportive, por edhe nga ana pak politike, pavarësisht se unë jam kundër në përzierjen e sportit me politikën, por për shkak që kemi pasur dhe ato ndeshjet e 2014-s, ishte pak po themi sensibël ose jo aq e lehtë për ne. Kështu që duke marrë parasysh që vendi i dytë ishte qëllimi kryesor dhe një sukses i madh, atëherë mendoj që kemi arritur absolutisht maksimumin. Po loja që ka zhvilluar ekipi ju ka pëlqyer. Ka pasur dhe pak drejtije, pavarësisht që në ndeshjen me Serbinë për shembull që kishim episodin e penalltisë që ndoshta do ta kishim fituar, që luajtën mirë dhe ndeshjen e dytë me Serbinë, dhe këto dy ndeshjet ishin ndeshjet kryesore. Pastaj më ndorrën vuajtën pak në ndeshjen e fundit apo dhe ndeshjen që barazuam në transfert me Letoninë. Ishte ajo ndeshje që na dha pak shije të keqe, por kemi parasysh që në fund të ditës dolëm mirë dhe në fakt po të hedhim një sy nga e kaluara, kujtojmë se ne kemi pasur historikisht probleme me skuadrat e vogla, siç e treguam edhe pak ndoshta me Andorrën. Por, kur ti në fund të ditës me rezultat quhet sukses pa marrë parasysh rrugtimin dhe kjo vetëm në futboll, por në çdo sport luhet për rezultat. Pastaj natyrisht që do t'i analizosh si staf, ku trajneri do të reflektojë nëse ka bërë mirë dhe çfarë mund të bënte edhe më mirë ose çfarë kanë bërë keq. Për përmirësime është një temë që mund të rrish gjithkohës. Po ne patëm disa çedime, por në fund të ditës arritëm të fitonim dhe të renditeshim në vendin e dytë në klasifikim dhe kjo është një arritje jashtëzakonshme. Na mban ende në garë për një vend në botror dhe kemi dy shanse të tjera, ose më mirë mund të them një shans fillimisht sepse duhet të kalojmë Poloninë, pastaj të mendojmë për finalen për të bërë dy ndeshje. Si i sheh këto dy ndeshjet në mars, natyrisht ndaj Polonisë dhe më pas finalen e mundshme? Shiko, në short kishte mundësi për më mirë, por sigurisht edhe për më keq. Megjithatë, unë them që vetëm Italia dhe Turqia ishin dy skuadrat më të forta që kanë mbetur në play-off dhe nëse i heq këto të dyja, të gjitha të tjerat janë aty. Ne kemi fat që këto dy skuadrat nuk do t'i kemi as në të parën dhe as në të dytën, por unë sërish nuk jam euforik dhe nuk dua që të mendoj për ndeshjen e dytë pa kaluar kjo e para një herë. Po të shohim ndeshjen e parë, Polonia është një skuadër që ka cilësi, është skuadër e mirë, por mendoj se nuk është një skuadër shumë larg nga niveli ynë. Është para nesh, luan në shtëpi, por unë mendoj që duke e parë nga eksperienca ose nga çfarë di për futbollin polak, që edhe tifozët i kanë shumë kritik, janë të zjarrt. Por kur ndeshja mund të çedoj ose sa më tepër të mbajmë rezultat dhe kundërshtar larg portës, duhet të nxisim dhe tifozët kundër skuadrës së vet. Ata nuk kanë një mentalitet po themi si gjermanët ose si italianët, por kanë një mentalitet tjetër në sport dhe mund t'i thyesh. Ama atyre po ju le hapësire, janë shumë të rrezikshëm se kanë kualitet brenda, plus dhe Lewandowski, që është një lojtar jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm, që edhe në zonat e ngushta mund të shënojë. Kjo është tema kryesore. Në qoftë se mbyllim mirë Lewandowskin dhe i mbajmë ata larg nga porta, atëherë kemi shanse shumë të mëdha për të fituar dhe kualifikuar për në finale. Po lojtarët që ka përdorur Silvinho deri më tani, si i ke parë? Po faktikisht aty kam edhe vërtet lojtarë të mirë nga shumë njerëz që janë afër sportit, kanë dhe ato mendimet e tyre. Natyrisht dhe Medon Berisha është një ndër lojtarët po themi ku ka luajtur jashtëzakonisht mirë, është lojtar i ri me Lecën që ka marrë pak minuta. Uzuni tani ka filluar të marrë pak më tepër minuta, por mendoj që në të kaluarën ka pasur dhe ai pak minuta. Pastaj Bajrami është gjithashtu, janë disa lojtarë që ndoshta mund të kishin luajtur më shumë dhe po të isha unë trajner mund të kisha vendosur ndryshe. Por ai në fund të ditës ka marrë rezultat dhe natyrisht që merr meritat e tij për këtë gjë. Një gjë që shoh unë për shembull që Brojën nuk e shoh në këtë pozicion. Unë kam thënë që nga fillimi që në ndeshjen e parë kur kaloi nga djathta, ai për shembull nuk i përshtatet shumë atij pozicioni sepse lëvizjet dhe veprimet që bën lojtari i krahut nuk përshtaten me veprimet që mund të bësh kur je në qendër. Dhe po ta shohësh me vëmendje, shpeshherë janë veprime pa top që duhet i bënte Hysaj dhe ai nuk e ka pasur atë po themi timingun e duhur dhe nuk ka qenë i saktë me lëvizjet që duhet të bëhen në krah.
Edhe ajo është një pikpyetje pastaj për mua, sepse tani nëse ti shikon 1, 2, 3 ndeshje që lojtari për shembull nuk funksionon në atë pozicion, atëherë i vendosim lojtarit presion dhe nuk ka atë rendimentin që presin njerëzit, edhe kjo është një temë vete. A ju ka befasuar ndonjë lojtar deri më tani? Po në tërësi trajneri ka përzgjedhur shumë lojtarë dhe siç e thash, do të kisha parë dhe me Don Berishën që luan në Serie A dhe pavarësisht se është i ri, do të doja ta shihja më tepër minutazh. Ka dhe Dakun, Mirlin Daku ka marrë pak minutazh, i cili dhe ai ka shënuar shumë gola, por unë mendoj se ai nuk i ka pasur ato minuta që ndoshta meritonte. Por sidoqoftë, ki parasysh që trajneri në fund fare bën zgjedhjen. Ne e shohim edhe pak nga larg, por në atë çka i njohun lojtarët dhe ndoshta ai ka ato momentet e veta, por ndoshta këto janë ato 3-4 gjëra që e shohin. Për ndryshe edhe një herë ne po kritikojmë dhe jemi kritik dhe kur jemi në vendin e dytë që është absolut dhe nuk të lë hapësirë për të bërë kritika, por mund të kemi hapësirë për t'u përmirësuar. A ka kombëtarja sot një lojtar si Altin Lala? Po në fakt të them të drejtën, nga koha kur unë kam qenë dhe sot futbolli ka ndryshuar dhe vazhdon të ndryshon. Kjo ka ndryshuar, faktikisht unë kam qenë tipik parambrojtësit që ka fituar 2 luftimet, kam shfrytzuar dhe topat, por pjesa ime ka qenë më shumë volum loje dhe po themi Aslani, që është lojtari i nivelit tjetër në sensin që ka dhe organizimin, ose kërkon gjithmonë të marrë topin dhe ka në të vërtet shumë influencë tek loja, se luan dhe topat e gjatë, topat e shkurtër, merr topin, shpesh erdhën poshtë mbrojtjes dhe në mesfush që ka gjithmonë një zgjidhje. Jo, nuk dua të krahasoj dhe nuk jam te ajo dhe kam thënë dhe herë të tjera që kur vjen kjo me punën e krahasimeve, është e njohur si puna e iPhone-ave që ne kemi qenë iPhone 1 dhe tani ka dalë 17 në mos gaboj. Kështu që gjithmonë futbolli evoluon, është më i mirë, ka më tepër intensitet, ka më tepër informacion, ka ecur para. Atëherë ka qenë më kaotik ose më bio, sepse ti duhet ta gjeje zgjidhjen vet, ndërsa tani ka ndryshuar situata, sepse të vinë me laptop dhe të japin disa zgjidhje që mund të bësh. Trajnerët, asistentët, kushtet e fushës, fushat e lojës apo të shumë gjëra të tjera janë ato që kanë ndryshuar shumë. Po nëse bën një krahasim të kombëtares së De Biazit dhe kësaj të Silvinjos, cilën shesi më të fortë? Duhet me thënë atë që është dhe them se kjo e Silvinjos. Shkon edhe në Evropian dhe patëm kundërshtar jashtëzakonisht të fortë. Unë pata frikë me thënë atë që është se ndoshta ka bërë mirë herën e parë dhe herën e dytë do të shkosh se të pësosh shumë gola. Edhe herën e parë ishte diçka fantastike. Normalisht ishte hera e parë ajo do të mbahet mend gjithmonë. Herën e dytë pastaj më duk skuadra dhe më e mbledhur, si me thënë, pasi ndaj Italisë shënuam gol, ndaj Kroacisë shënuam 2 gola. Kishim Spanjën prapë që ishte skuadra më e fortë dhe aty patëm një lojë me shumë dinjitet, plus nga ana tifozëve ishte fantastike. Ndoshta për mua është ajo kombëtare. Ne kemi arritur një nivel shumë të mirë dhe jemi shumë larg nga kushtet që kemi pasur ne. Si përfundim, duke parë Curin dhe drejtimin e Silvinjos, a mendon se duhet rinovuar kontrata e tij dhe për Europianin e ardhshëm? Shiko, ne nuk duhet të harrojmë edhe Edi Rejen, i cili me të vërtet me çfarë kam njohur vet nga brenda ka qenë një seleksionues jashtëzakonisht i mirë që ka bërë mirë dhe ka thirrur shumë lojtar. Ai ka pasur qartësi për të sjellë lojtar dhe ka arritur padyshim nivelin e ekipit tonë dhe unë mendoj që ai ka pasur një rol jashtëzakonisht shumë të mirë. Dhe tani ja ka bërë dhe Silvinjos më të lehtë, pavarësisht se edhe Silvinjo ka bërë jashtëzakonisht mirë, sepse jemi një herë në kampionat botror dhe një herë në Europian dhe të dalësh dhe tani në play-off është arritje e madhe, pastaj varet çfarë kërkon të trajneri ose si është në gjendje ai, a ka energji ta vazhdoj, se shpesh herë një gjë që vazhdon dhe mbaron. Mendoj që pas këtyre ndeshjeve atëherë ata do të vendosin se nëse arrin kampionatin botror, natyrisht do ishte diçka e madhe dhe mendoj që edhe trajneri do të vazhdoj. Nëse jo, pastaj kanë kohë për të biseduar dhe pastaj për të dalë në një vendim që besoj se do ta bëjë dhe presidenti i FSHF-s.